Do kalojmë edhe te pjesa e raporteve të Edi Ramës me Belinda Ballukun, por në këtë rast të mbetemi te SPAK-u dhe gjykata e posaçme. Cili është roli i FBI-s në këtë rast brenda SPAK-ut dhe sa ndikim ka pasur në çështjen e Ballukut? Roli i FBI-s është ai rol të cilën e ka pranuar vetë SPAK-u, ku ka thënë që ne jemi në koordinim të plot me FBI-n amerikane. Dhe kjo është lëvizja e FBI-s, për ne tash është sa juridike dhe politike. Politike është kjo që i kanë dhënë një shans, themi, apo një provë, kanë vënë përsëri në provë Ramën për të parë që ky njeri shkëputet dot nga krimi organizuar, nga bandat e rrugës, a shkëputet dot ky njeri. Dhe nëse do ishte vërtet që Rama do shkëputesh, atëherë Rama do bënte shkarkimin e Belinda Ballukut direkt, sa doli nga SPAK-u, kur doli me mandat të pandehur, jo me person ndjeni, po me mandat të pandehur. Pra u mori pandehur nga SPAK-u, Rama në atë moment nuk do ta kishte prit Belinda Ballukun në zyrë për të sqaruar dhe për të bërë, por do të kishte bërë direkt shkarkimin e tij, do të çonte direkt kërkesën për ta shkarkuar Belinda Ballukun, se është vetëm firma e tij që e shkarkon, asnjë firmë tjetër nuk e shkarkon Belinda Ballukun. Përveç nëse dënohet, pastaj vendim gjykatës në mënyrë absolute, nëse vjen SPAK-u me një kërkesë të cilën unë ja kam bindje që do vi, tashmë do vi dhe me një kërkesë tjetër SPAK-u ku do kërkoj arrestimin e saj, qoftë arrest shtëpi apo arrest me burg, nuk di se si, sepse ka dhe një moment të tjetër të cilët unë prapë kam dyshuar, ju kam thënë që në lëvizje që po bën Belinda Ballukut, ece jaket e saj, vajtja në Amerikë për 24 orë, sikur po shkon Durrës, dhe kthimi i saj për andej, lënia që shkoi deri në Amerikë, se ata e dinë shumë mirë që të shkon. Them kam frikë se, domethënë dyshoj, nuk është se kam taksative, po dyshoj që Belinda Balluku mund të bërë edhe bashkëpunëtore e drejtësisë, dhe në këtë kontekst ata lejojnë të bëjnë disa veprime të cilet i leverdisë edhe vetë SPAK-u i leverdisë në këto lloj veprime që bën ajo. Bashkëpunëtore e drejtësisë në këtë rast do të thotë që të tregojë të gjitha aferat që ka kryer së bashku me kryeministrin Edi Rama. Gjitha aferat që ka kryer Rama, këta janë vartës të Ramës. Këta nuk janë se janë partnerë të Ramës, këta janë vartës. Gjitha aferat i kryen Rama. Dhe gjitha që bëhen në Shqipëri, unë u kam thënë me kohë që Rama është ai i cili pa firmën e tij, pa përqimin e tij, pa mandatin e tij nuk bëhet absolutisht asgjë. Në Shqipëri nuk bëhet gjë, nëse nuk do Rama. Nuk ka një ministër aty, nuk ka një dikush tjetër, domethënë një deputet që t'i dali kundra dhe të thotë ose ta kundërshtoj për veprimin që ai bën. Ose të japi një alternativë se çfarë veprimi të bëhet. Jo, në mënyrë absolute. Gjithë ai ka. Ai ka vendosur mafian në shtet. Ja u kam thënë me kohë dhe nuk e diskutoj fare këtë. Nuk është Belinda është vartëse e tij në kuptimin figurativ. Është vartëse, nuk është Belinda që vendos se do bëhet tuneli apo s'do bëhet tuneli, do bëhet loti 4 apo loti 3 apo loti 2. Do bëhet porti Durrësit, financime që i hidhen në port Durrësit apo s'do bëhen. Se po të kishte qenë dikush tjetër aty që do ta kundërshtonte Ramën, qoftë edhe në emërimin që bëri për drejtorin e portit Durrësit si pika më nevralgjike dhe strategjike e Shqipërisë, si pika më kyçe ku luhet droga, luhet kontrabanda, luhet çdo gjë, dhe si një pikë e cila NATO e ka në vëzhgim portin e Durrësit, të paktën nuk do lejonin që të jep një njeriu i cili nuk ka asnjë lidhje me Durrësin apo me portin, me detin, dhe prandaj kam thënë ai ka caktuar një njeri i cili nuk di not, nuk njeh as mentalitet me një njeri nga Kosova, sillet për të bërë drejtori i portit Durrësit. Zoti Merkoçi, të mbetemi sërish te roli i amerikanëve. A ka të bëj vizita e zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Mark Fleming në SPAK me goditjen ndaj Belinda Ballukut, e cila vjen në një kohë mjaft të shkurtër që pas vizitës së tij erdhi edhe goditja nga ana e gjykatës së posaçme? Mark Fleming që ky e quajti se që e vuni emër Palikua, se çfarë. Për të mos harroni s'ka
zëvendës sekretari i shtetit ka ardhur 2 herë në përtatitëve në Amerikë, në Shqipëri, nuk erdhi vetëm 1 herë, erdhi 2 herë. Dhe ka qelluar që ka ardhur në atë javën që Amerika e kishte shpallur si java kundër komunizmit, kundër Sorosit, kundër korrupsionit, drogës, çdo gjëje. Dhe në këtë rast e ka ardhur 2 herë. Herën e herën e parë dhe pas disa një javë erdhi përsëri dhe pas ardhjes së tij, pas largimit të tij, domethënë u bë dhe arretimi ose ndalimi, domethënë i Belinda Ballukut për mos dalje e shtetit e tjera. Kështu që jo pa qëllim të thash, FBI-a përveç pjesës ligjore të cilës e zbaton në mënyrë përpikët, ka dhe atë pjesën e politikës e saj, e cila ju kam thënë gjithmonë që ata janë në luftë kundër Sorosit, domethënë e kanë shpallur organizatë terroriste, kështu që Shqipëria si një qerdhe e Sorosit, një Shqipëria që vazhdon të luajë politikën e Sorosit, do ketë goditet e saj. Dhe i pari që duhet godit si kryetari i caktuar nga kabala për të qenë kryeministër në çdo kushte. Nuk kam thënë që Rama ka marrë një detyrë që duhet të qëndrojë si kryeministër me çdo kusht, në çdo formë, në çdo kosto. Dhe ai tashmë po harxhon gjithë bateritë e tij. Kjo është kosto për të që harxhon gjithë bateritë dhe mbajtja e Berlinit, mos shkarkimi i Berlinit prapë është kosto. Këto vetëm për të treguar atë forcën që ky ka këtu, që ky nuk pyet për njeri, mos harrojmë se ky ka bërë një deklaratë kur iku FBI-a nga Shqipëria, kur prem fondet të USAID-it, kur tha që reformën e kemi bërë ne dhe amerikanët kanë bërë rrogën. Noço rrogu ishin amerikanë. Tallja që ka bërë me Trumpin, domethënë ironinë që ka përdorur në Angli. Nga anglezët e mori, domethënë atë mandatin sepse i kthyen 700 familje shqiptare me vendim. Domethënë që ky është shënjestra që po goditet edhe po i hiqet tull pas tulle, po i hiqen derisa të vi momenti që do të unë paktën kam deklaruar që deri në fund vitit duhet të sheshohet çdo gjë këtu në Shqipëri sepse nuk mund të vazhdohet më. Por e keqja është se kemi edhe një opozitë coptume, një opozitë që nuk merr absolutisht asnjë lloj hapi, nuk ka ndonjë forcë për të bërë, s'ka kryer asnjë veprim deri më sot, nuk ka kryer asnjë veprim kundër Sorosit paktën. Një veprim të kishte bërë kundër Sorosit që të jepte edhe një shpresë njerëzimit se tek e fundit populli syt dhe veshët i ka të opozitës. Opozita është ajo që bën ndryshimin. Mirë po ku shef një opozitë flegmatike, një opozitë të paqënë, një opozitë e cila njerëzit e Sorosit i kanë brenda, ku shef që nuk bëhet asnjë lloj veprimi. Nëse në Hungari, për shembull, supozojmë në Hungari u mor vendimi dhe u quaj që domethënë propaganda e komunizmit apo të majtës së Sorosit u barabartë me propagandën e nazizmit, të nohet, domethënë. Kurse këtu në Shqipëri nuk është marrë asgjë, këtu janë bërë vetëm deklaratat një pas njëshme, deklaratat her pas hershme, por ndonjë gjë konkrete nuk është bërë. Kështu që amerikanët, kjo është ajo pjesë tashmë që unë jam kam thënë që amerikanët janë atë dilemën se ore dakord, po e heqim në kush do jetë këtu tash, kush do vi, sepse këta nuk po reagojnë. Vetë opozitat nuk reagojnë. Tash vetëm për t'i bërë një cop letër Bashkisë Tiranës për t'i heqë titullin qytetar deri Sorosit, këta nuk e kanë bërë, bara kaq kohë që ja u kërkojnë që ta bëjnë, nuk e bëjnë. Nuk ka veprime konkrete, ka thjesht propagandë. Dhe në këtë situatë është kjo është ajo që kur do ta ndihmosh të tillën duhet veprosh. Pra nëse ti thua që unë jam në politikën e Trumpit, jam i djathtë, jam ai, duhet veprosh. Duhet veprosh për ta ndihmuar themin. Për të qenë krah ti në veprimet që bën. Në të kohë që opozita nuk e bën këtë, nuk e ka bërë kurrë. U bën një vit që ka ardhur në pushtet Trumpi, që e djathta po triumfon nëpër Europë, do mos në Europë. Ka një luftë të ashpër
E vetmja luftë që nuk ndihet është Shqipëria. Po. Sepse nga Sorosi. Vazhdon politika sorosiane. Ne 35 vjet kemi ndjekur vetëm politikën sorosiane dhe këtu tash është ai ngërçi që ngelet. Dhe prandaj tashmë ata po bëjnë shmontimin, themi që po bëjnë shmontimin e kësaj. Dhe shmontimi i kësaj është qoftë edhe duke i kapur organizatat kriminale apo organizatat e drogës. Mikun e tij që e kishte në zyrë, ata e shpallën non grata. Ha? Kështu që janë gjithë organizatat e krimit, ata po i godasin. Mos harroni, ju kujtohet kur vajti e dërguar e Mossadës amerikane, kur vajti në SPAK mas një dite, po grupi që u kap grupi në Durrës, apo grupet e tjera. Domethënë, këtu tash të vi 2 herë zëvendës sekretari i shtetit, vi 2 herë për brenda 10 ditëve, patjetër që ka diçka shumë të madhe, ka diçka që do ndodhi diçka, se është pamundur. Është pamundur se kur ka ardhur sa herë ka ardhur, gjëja e parë që ka bërë takimin me SPAK-un. Nuk ka takuar njëri tjetër. Në këtë rast, po, janë kopertur, janë si themi të humbin gjurma. Po kjo ka taku SPAK-un, ministrin e brendshëm, ministrin e drejtësisë. Pra, thjesht ke drejtësia. Po kuptohet tash bëjnë edhe të politikën e tyre. Me këta nuk duan ta kuptojnë. Unë i shoh mediat, nuk e përmendin që po prit se ka ardhur ky, e quajnë sikur në njëri kot. Në të njëjtën kohë që ai është i caktuar për Ballkanin dhe për Europën. Ballkanin perëndimor ai e ka. Dhe këta në heshtin gjithë.